Assalamu alaikum shikues të nderuar. Nuk është prej nesh ai që nuk i respekton pleqt. Kjo është një prej vërejtjeve që ka dhënë Muhamedi alayhis salam lidhur me kujdesin ndaj pleqve. Dhe pikrisht kjo do të jetë tema që do ta shtjellojmë sot me të ftuarin tonë në studio, që është Hoxh Fadil Musliu. Hoxh, mirë se na ke ardhur. Mirë se gjatëm. Faleminderit për ftesë. Hoxh, pleqt janë bereqeti i shtëpisë, apo ja? Sigurisht. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sigurisht se nga të mirat, begatitë e shumta që na i ka dhënë Allahu i madhruar në jetën tonë janë edhe të vjetrit apo të quajtur në popull pleqet. Po ma konkretisht kisha me thonë prindrit ton apo gjyshrit ton, se ndoshta kur i emërtojmë me emrin vetëm pleq, sikur pak sa i largojmë nga zemra jon apo nga shpirti jon. Kështu që ata janë të dashurit ton, ata janë prindrit ton ose gjyshrit ton. Dhe shtëpia e cila i ka të vjetrit aty prindrit apo gjyshrit, sigurisht se është një shtëpi e begatshme, një shtëpi që ka një mundësi dhe një rast për të përfituar më shumë edhe në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër. Sepse ata janë mundësia apo rasti i shkëlqyeshëm që njeriu të përfitojë prej tyre, që djemt apo vajzat, niprit apo mbesat të përfitojnë prej tyre, por nëse nuk janë, është një mundësi më pak për të përfituar çfarë mundësie bëhet fjalë ta kuptojmë edhe gjatë bisedës. Sigurisht. Duhet të ndalem tani tek Kurani. Sigurisht që Kurani flet për prindrit, posaçërisht në fazën kur ata plaken. Çka konkretisht thot Kurani për ta? Po, Allahu i madhruar në 10 ajete kuranore i përmend prindrit, por në disa ajete kuranore, siç është në surën në kapitullin e Al-Isra, ajeti 23, Allahu i lartë madhruar fokusohet tek prindrit kur ata e arrin moshën e pleqërisë. Dhe është interesant se shumica ajeteve kuranore, prej 10 sa janë që flasin për prindrit, gjithmonë Allahu i madhruar pas adhurimit ndaj Allahut i përmend me një herë bamirësinë, mirësjelljen dhe korrekcinë që duhet ta kemi në raport me prindrit ton. Edhe në këtë ajet kuranor, në surën Al-Isra ajeti 23, Allahu i madhruar thot: "Wa qada rabbuka alla ta'buduhu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Allahu i madhruar ka bërë urdhën, ka dhënë urdhër të prerë, ka caktuar Allahu që të adhurohet vetëm ai, vetëm Allahu të adhurohet dhe të jetë adhurimi sinqert, pa i bërë shok Allahut, pa i bërë rival apo ortak Allahu Taala. Dhe menjëherë pastaj Allah thot: "Wa bil walidayni ihsana", dhe me prindrit tuaj të silleni në mënyrën më të mirë, me prindrit tuaj të jeni bamirës. E pastaj Allahu Taala fokusohet në një fazë të veçantë, që është fazë goxha kritike, ku njeriu ndoshta edhe mund të humbë durimin karshi prindëror kur ata plakën dhe kur ata kanë disa kërkesa shtesë, të cilat nuk janë ndoshta në moshën e mesme apo në moshën kur kanë qenë ata të ri. Për ata Allahu Taala thot: "Wa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma." Nëse ata dy, ndonjëri prej tyre, apo që të dy, kur janë tek ti, e arrin pleqërinë, që do të thotë ka mundësi që ndonjëri prej tyre të mos e arrijë pleqërinë, por ka mundësi që të dy të arrijnë pleqërinë, dhe ata janë tek ti, që do të thotë ata jetojnë me ty në një shtëpi, atëherë çfarë thot Allahu i madhruar? Thot: "Fala taqul lahumā uffin", mos që thuaj atyre as uf. "Wala tanharhuma", edhe mos u sjell me vrasësi karshi tyre. Detaj shumë i vogël, por i përmendur në këtë rast, sepse bëhet fjalë për prindrit. Dhe çfarë thot Allahu pastaj në fund të këtij ajeti kuranor? Thot: "Wa qul lahumā qawlan karīmā", dhe atyre thuaju fjalë të ëmbla, dhe atyre thuaju fjalë të buta, dhe atyre thuaju fjalë të cilat i gëzojnë ata dy prindrit. Tash është interesant nëse e hapim literaturën islame dhe e shohim në komentet të cilat i kanë bërë dietarët islam të hershëm, siç është Imam Qurtubiu apo Imam Taberiu apo Imam Ibn Kathir dhe të tjerë, e shohim një detaj shumë interesant këtu në raport me prindrit tonë kur ata plakën. Ku Allahu Taala fokusohet këtu
që mos të themi atyre as uf, apo of në gjuhën shqipe. Dhe kanë thonë dietarët tonë të hershëm, Allahu i mëshiroft, këtu është për qëllim kur të arrin prindrit tonë pleqërinë dhe kanë disa nevoja shtesë, apo kanë disa sjellje që ndoshta nganjëherë ti nuk mundesh me i përballuar lehtë. Edhe në ato rastet më të rënda, më të vështira, ne nuk guxojmë me refuzu ata, po leçi nuk guxojmë me refuzue, por nuk guxojmë as me thonë uf. Për shembull të kërkon një gjë apo ka në një kërkesë që ndoshta për momentin është e parealizueshme, ti edhe pse nuk mund ta realizosh atë, ti nuk guxon me i thon atyre uf, ku me gjet tash ato, apo uf, çish më apo diçka të ngjashme. Ndërsa Imam Taberiu në tefsirin e këtij ajeti kuranor, duke i cituar dietarët e hershëm nga gjeneratat e të parëve e selefus salih, thotë se këtu është për qëllim kur ata dy prindrit tonë, nana dhe baba, e arrin pleqërinë dhe ndodh që urinojnë para nesh, apo ndodh edhe që kryejnë nevojën e madhe dhe nuk e kanë procesin fiziologjik nën kontroll ata, ty nuk lejohet tash kur ajo era e urinës apo nevojës së madhe kundërmon, edhe sigurisht se ka një erë të rëndë, po edhe në ato raste kur ti pastron ata, i çon në banjë, ja hjek rrobat, i pastron nëse ka nevojë me pastruar, as në ato raste kur ti përballesh me një erë ndoshta të rëndë, ti nuk guxon me uf, çka ke bë, apo uf, veç kështu do të thotë nuk bën me bën një ofsham të tillë, sepse ajo është e rëndë për nanën apo për babën. Dhe thot Allahu Teala wala tanharhuma, dhe mos u sill me vrasësi ndaj tyre, se dikush kujdeset mirë e krejt, mirë po pak është i vrasht, pak është i rrept, është i ashpër. Ju bjen me hongër, ju bjen me pi, ju bjen rroba, merri veshi, haje, pije, jo në këtë mënyrë, po urna nan, urna bab, vesho, apo të pëlqejnë. Do të thotë sillet të mos jenë të vrashta, edhe pse ti nuk e refuzon. Edhe çdo herë wa qul lahuma qawlan karima, dhe çdo herë thot Allahu, thuani ju atyre fjalë të mira, fjalë të buta, fjalë të ëmbla. Dietarët islam kanë thonë çfarë përfshin këtu qawlan karima, ka thonë çdo fjalë e cila ata i gëzon. Nëse është nevoja edhe me bahegare pak, me shtim me qesh, folça si fjalësh që ishtin me qesh ata. Do thotë çdo fjalë që kënaq babën edhe nanën, çdo fjalë që disponon nanën edhe babën, çdo fjalë që gëzon nanën edhe babën, çato fjalë fali. Është kjo pra arsye se Allahu i përmend pra kur ata të plaken, do njëri prej tyre apo të dytë. Kjo është qëllimi? Po, këtu është qëllimi, sepse na kemi lehtë me u sill mirë me ta kur ata janë të rinj. Kur janë moshën 35 apo 40 apo 45 apo 50 vjeçar, se ata janë të zotët e vetvetes. Edhe në farë forme ata nuk kanë nevojë për dorën tonë apo për ndihmën tonë. Në farë forme ata nuk kanë nevojë, se ata janë do të thotë të fortë fizikisht, janë të aftë fizikisht, edhe psikikisht janë të shëndetshëm, edhe materialisht kanë stabilitet ekonomik. Ndoshta nuk ka nevojë për dorën tonë, që do të thotë nuk ka nevojë për ndihmën tonë. Mirë po, kur ata arrin një fazë, që është faza e fundit e jetës, faza e pleqërisë, kur atëherë ata kanë nevojë për neve, ne këtu duhet ta tregojmë atë lidhjen e vlad edhe prind, atë lidhjen fëmijë edhe prind. Këtu duhet ta tregojmë edhe ta manifestojmë atë përkujdesjen, bamirësinë ndaj tyre, edhe atë dashurinë kulminante. E kur jemi tek prindërit dhe fëmijët, raportet prind-fëmijë dhe anasjelltas ndërtohen çdo herë duke qenë një palë e fortë dhe tjetra e dobët. Atëherë pse në këtë rast prindrit tregohen brillant në raport me fëmijët dhe mëshirën ndaj tyre derisa ata janë të vegjël, pra janë të dobët, ndërkaq në anën tjetër fëmijët nuk e tregojnë nivelin e duhur të respektit dhe kujdesit ndaj prindërve kur ata janë të dobët, pra janë nevojlinë në këtë rast. Po kjo është ajo faza interesante kur njëra palë është e dobët edhe njëra palë është e fortë. Dhe këtu vrehet ajo përkujdesja, këtu vrehet ajo sjellja e mirë, këtu vrehet ajo ndihma e nevojshme, sepse nëse të dy palët janë të fortë, të dy palët janë të qëndrueshëm, atëherë nuk vrehet fort ndihma ndaj njënës palë apo palës tjetër. Sepse në farë forme të dy palët, edhe prind, edhe fëmijët,
janë të pavarur prej njëri tjetrit. Mirë po kur fëmijët janë të vegjël dhe ata janë të përsalindur, edhe derisa të rriten, derisa të futen në fazën e pubertetit, pjekurisë, ata kanë nevojë shumë sepse janë të dobët edhe ekonomikisht, edhe fizikisht, edhe të papjekur psiqikisht. Ata kanë nevojë për një mbështetje, kuptohet mbështetja në Allahun, çdo herë i shoqëron fëmijët, por për një mbështetje tjetër, pas mbështetjes, po në aspektin e njerëzores, për një mbështetje tjetër që ata duhet të mbështeten në përditshmërinë e tyre. Një shtyllë që nga njerë të pushojnë apo të mbështeten te. Dhe këtu prindët tregojnë atë mëshirën e madhe, këtu prindët tregojnë atë dashurinë e madhe që kanë ndaj fëmijëve. Dhe sjellja e prindëve zakonisht në shumicën e rasteve është e shkëlqyeshme, sepse fëmijët janë pema e zemrës. Fëmijët janë të lidhur, rrënjët i kanë në zemrën e nanës në radhë të parë, por edhe në zemrën e babës. Dhe prindët, po them shumicën e rasteve i kryejnë përgjegjësitë e obligimet. Mirë po, çfarë ndodh? Ma vonë pastaj kur ndryshojnë pozitat, kur këta që janë të dobët bëhen të fortë, e këta që janë të fortë shndrohen në të dobët për shkak të pleqërisë, tash këtu shtrohet pyetja djemtë edhe vajzat, do thotë fëmijët e këtyre prindëve, të cilët u kujdesen për këta fëmijë kur ishin të dobët, a janë tash këta duke e kthyer atë borxhin apo duke ja kthyer hakun prindve, apo më ja dhon hakun prindve, tash kur ata e kanë arrit fazën e pleqërisë, që është faza më e rëndë, më kritike edhe më e dhimbshme. Na nuk mund ta shpjegojmë aq mirë, që mund ta shpjegojnë të vjetrit ata që e kanë përjetuar. Sepse është e dhimbshme sot, kur rrin me disa të vjetër, me disa pleq apo plaka, edhe tregojnë gjendjen e tyre të rëndë, mos me thonë gjendjen e tyre të mjerueshme në familjet e tyre. Ata neve na thonë se na drejtojnë, kanë besim tek ne hoxhallarët, imam të xhamiave, se thotë kemi mbet sikur një tepric teknologjike. Për shembull ato radiot që kanë qenë përpara, ato teknikat që kanë qenë në të kaluarën, a i përdor më kush jo, vetëm i shmangun, i fusin dikun në qoshe, i fshen, por mos me thonë edhe i hudhin në për kantanjera në bërlëg. Edhe disa të vjetër thonë, gjendja jo nështë sikur gjendja e asoj tepricës teknologjike, ajo teknika që mos përdoret tash, sikur televizori me ngjyrat bardhëze, a përdoret dikun? Jo, nuk përdoret mo, i kanë shmang për me i lanë që atje për kurreshte, ose i kanë hudh fare. Dhe nuk kanë qasje në asgjata në shtëpi, as nuk kanë qasje në buxhetin e familjes, as nuk kanë qasje në vendimarrje, po len vendimarrje, po edhe në propozim të një pune nuk kanë të drejtë. Andaj këtu tregohet ajo dashuria, ai respekti, ajo bamirësia e madhe kur ata janë të dobët fizikisht, kur ata kanë nevojë për mbështetjen tonë dhe ne jemi të fortë, këtu tregohet ajo burrnia nëse kam drejt ta quaj. Po më mirë me thonë këtu tregohet ai Islami i vërtet i njerëzve. Hoxha, mund të na përshkruani në detaje, por shkurtimisht, se si do duhet të silleshim me prindrit tanë apo gjyshrit tanë të gjallë? Po, bojara ajo që po thunë në detaje, pastaj edhe shkurtimisht këto pa problem. Po, disa detaje, me detajizu krejt është temë vete kjo. Është temë vete që duhet më ndalë pastaj vetëm me ndonë e pika. Por disa detaje, apo disa pika të rëndësishme që duhet të dim të gjithë, është të arsyeshme, sigurisht i përmendim këtë emision pas ju kushtohet, prindërve ju kushtohet kësaj kategorie të vjetërve, që shpresojmë që ndoshta edhe ne, apo edhe të tjerët, nesër apo pas nesër të bëhemi prej tyre. E para prej tyre, që kemi si obligim në radhë të parë si musliman, është kënaqësia e të vjetër, në radhë të parë e prindërve, por edhe gjyshërve. Po nuk hyn këtu vetëm të vjetrit, nuk hyn vetëm prindërt edhe gjyshrit, këtu hyn edhe axhallarët, këtu hyn edhe hallat, këtu hyn edhe tezët, do të thotë kjo lidhje e ngushtë farefisnore. Dhe këta kur e arrin pleqërinë, e kemi parasysh, do të thotë moshën dikun mbi 60 apo dikun te 70, dhe kur një farfore ndihen të dobët, edhe nuk kanë përkraje, ne këtu e tregojmë atë islamin ton. Këtu e tregojmë atë respektin karshi këtyne, e në radhë të parë karshi prindve ton. Dhe gjoja e parë që duhet ta bëjmë është që ta arrijmë kënaqësinë e tyre. Sepse kjo nuk është diçka e vogël që shumë mendon dikush, po lehtë është të më i kënaq prindrit.
Po letë është me i knaq, po edhe këtë që është e letë shumë kush e neglizhon, shumë kush e lën anash, nuk i knaq. Andaj duhet me pas parasysh, shikuesit tonë të nderuar, që puna për cilin, duhet me pas të shumë parasysh, se dashuria dhe kënaqësia e Allahut kushtohet me dashurinë dhe kënaqësinë e prindve. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë rida rabb bi rida al-walidain. Kënaqësia e Allahut arrihet me kënaqësinë e prindve. Pra ne të gjithë synojmë, të gjithë punojmë që ta kënaqim krijuesin ton, Allahun xhallashanuhu. Por duhet pas parasysh se kjo kënaqësi e Allahut është e kuizuar me kënaqësinë e prindve. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wasakhatu rabb bi sakhati al-walidain, dhe hidhrimi i Allahut është me hidhrimin e prindve. Pra kush i hidhron prindrit e tij, ai e ka hidhruar Allahun. Kush i gëzon prindrit e tij, ai e ka gëzuar edhe Allahun xhallashanuhu. Andaj kjo duhet të jetë një moto që duhet më na përcjell. Kënaqësia e prindve është kënaqësia e Allahut. Hidhrimi i prindve është hidhrimi i Allahut. Pastaj, pas kësaj, sjellja me harmoni, sjellja me disponim, me disponu para tyre, edhe nëse ti jash ki probleme të ndryshme në punë, apo me fëqinjt, apo me njerëzit, kur të hysh brenda i mbyll ato probleme, tash bash sikur je i disponuar. Edhe çfarë bën, sillesh me ta në atë mënyrë që ata të mos e diktojnë shqetësimin apo mërzinë tënde. Mos më tregu se ti ke borxhe, mos më tregu se ti ke mosmarrveshje në firmën apo kompaninë ku ti punon. Mos më tregu se ti qëndron keq ekonomikisht. Mos më tregu se ti ke probleme apo shqetësime apo ngacmime prej fëmijëve apo të ngjajshme. Këto lajmet jo të mira me i mbyll një dosje në veti. Ata mos me ditë, ti atyre çdo herë më ju tregu vetëm të arriturat e tua, sukseset e tua, sepse të arriturat e tua, sukseset e tua u atribuohen edhe prindve tu. Ata mendojnë se tash ti ke arrit shumë, ke suksese, thonë po edhe na kemi hise. Edhe në fakt edhe kanë hise. Prindrit kanë hise në sukseset edhe në të arriturat tona, edhe qoftë ato të pakta që janë. Andaj pra, çdo herë ti me qenë i disponuar karshi tyne. Tjetër, kur të flasësh, çdo herë me fol me fjalë të buta, me zot të olt. Jo me ngrit zonën. Në rastet veçanta kur ata nuk dëgjojnë mirë, bën pak për me ngrit, për me ja qartësu ato çka po thu. Përndryshe, gjithmonë do të thotë fjalë të buta, fjalë të ëmbla, fjalë të urta, me zot të olt. Edhe çdo herë duke i përgëdhel ata. Çdo herë duke i përgëdhel, duke i përçafue, duke i puth mball, duke i puth mollzat e faqeve, duke ja puth dorën, duke ja lëmu këmbë, apo duke pak më ja bë masazh këmbë nëse ka nevojë, e diçka të ngjashme. Po pse jo, nëse ata kanë lloj paraliza apo kanë lloj problemi me duart apo këmbët e tyre, pse jo më i marr edhe për krahësh? Pse jam i marrë dhe hopa nëse është nevoja me i qunë shtrat, apo në kerë kur dalë njën, apo diçka të gjënë. Edhe ushqimin me mujt me ngranë me ta, ku shjeton me prind, është knatësi, sepse han edhe pin me ta zbashku, edhe të njëjtën kohë interesohet kujdeset, apo han ata, apo pin ata. Mos me fol para tyre, mos me dal para tyre, mos me hy para tyre, mos me ec para tyre. Çdo herë këto gjëra do të më pas parasysh, edhe asnjëherë mos me manifestuat mllefin apo zemrimin që ki ndaj gruas apo ndaj fëmijëve brenda shtëpisë para prindve. Nëse ki diçka në dhomën e fjetjes apo në një dhomë të fëmijëve i zgjidh problemet, para atyre ti duhet më bëj sikur po funksionon sikur një trup me gruan edhe me fëmijët e tu. Këto janë disa gjëra të imta të cilat duhet më pas në parasysh në raport apo karshi prindve tu. Tani do të shkruajmë vetëm pak, shikues të nderuar, tani do të ndjekim disa prej intervistave që kemi realizuar me disa të moshuar. A mungon sot kujdesi ndaj të moshumëve, ndaj plezve? Po qysh s'mungon, që kurse tash çka po makona mua, ajo s'vjen shprehje heq. Pikë spari po billahi, ligji si ligj nuk është të zbatue as për qerek. E tani, ku me pas na dëshirë të mirë me konë kënaqur me këtë sërgjën. Qysh e kalon kohën, të arren ma shumë shpeja, del jashtë shtëpis me shok tu, me kalu? Mua, unë në shtëpis jam, unë jam në ndonë pleshve. E këtu ri, këtu me shok, këtu kom qef me najtë. Po njerëzit tonë të lifare, edhe këtu më kanë muzgjinja mua. Qysh janë kushtet atje, qysh ju trajtojnë atje juve? Atje është mirë për mua, se unë fukaraj më konë gjithë edhe apet jam. Pse keni shku atje, ka pas kush më kujdes për juve? Ja, s'ka pas kush më kujdes, se qashtu.
ata apet ma mirë që janë, që i kanë pranu, e duhet me pranu, se s'kanë ku shkojnë. Edhe duhet me interesu ata shteti për shteti. Çfarë porosie keni jo për më shumë të për kujdesin që duhet më bënë ndaj tyne? Duhet kujdes, kam për më bo mirë diçka. Mirë më bo diçka. Se e mira është e mirë. A e keqe është e keqe. Çdo njëri tjetër kemi për detyrë me bo mirë. Ndaj të mosmit, edhe ndaj, dhe me thonë, trivët. Të shpia edhe të gjamia që shto ka pak në përdalë që shto ka pak se tashti me ponua nuk mëj me atë edhe që të farë. Ma shumë dalë që të gjamiave hi në për kafet që të flasë me shuk me atë të bojnë një farë më abeti edhe të shpia. A ka kush kujdeset për juve? Po, alhamdulillah, kam djelte, kam atë kemi një farë. Vallaj një farë respekti me pas, edhe kundër rinis, edhe kundër familjes, edhe kundër duhet me pas një farë respekti ndaj moshurit. Se i moshuri edhe gabon, edhe pak ma shumë flet, edhe pak ma shumë diçka, bën do farë gabimesh ma të maja, mirë po dohet pak mja fale, mja... Ka mirë kuptim për trive kur gabojnë të më shumët? Po ka, alhamdulillah, ka, veç ka dhe pak si... Ma nuk gjinën atë farë, atë edhe që ajo përësia jam është që me pas një farë respektin, ndaj plikët, ndaj babëse, nënëse. Balë për në këshyën, valla. Njëri e kam, një grua kom pak pas qef, për në këshyën, balë. Reja falë me njerit, pe kjën shkollën edhe shpinë të shpia kretë të natë mirat i kam. Me të ljamë, me s'përljamë të mirë shumë, me tesha, me kretë regullë, së shëllyp me slimanizmi. I porositë të rritë që mas pari në të respektojmë prindet e vetë, numër 1, ata kanë obligim koranore kanë, obligim hynor, në të respektojnë edhe ata që nuk i njohin fare, le të ndihmojnë ata se kanë nevojë plesht, kanë nevojë për ndihmën tonë. E ne kur të plakmi dikura, edhe ata kur të plakën dikur, kanë nevojë që ndihmojnë pleqve, që ndihmojnë dikush aty në pasazhet e tjera. Kështu që do të me bënë në mënyrë reciproke me ndihmu një tjetrit, sepse kështu është shoqëria, kështu është Islami me ndihmu një tjetrit. Respekti, që thashën fillim, varet krejt për varet prej edukatës edhe prej traditës edhe sa pak edhe prej gjendjes materiale, edhe kjo është në pyetje, se ka raste kur shumë të vjetër nuk dojnë me aprish intimitetin të fëmijëve të vetë, edhe posa të marton atë qetë në banesës, në shpijë, se dikun një tënë, gjithkun vetë me thonë, është ajo përndimorja, është gradualisht të dëpërtua edhe në mesin tonë. Vazhdojmë tutje shikues të nderuar, Hoxh, a meritojnë ata të cilët na lindën që të jetojnë larg nesh, larg fëmijëve dhe të braktisur, siç është edhe rasti i shtëpive të pleqve? Jo, kurse si nuk mundemi ta paramendojmë, as nuk mundemi ta imagjinojmë që ne të mendojmë në të ardhmen e afërt apo edhe të largët që prindrit tonë t'i çojmë në për shtëpitë e pleqve. Bile thonë të drejten, gjithmonë vendin tonë ka pas shumë pak shtëpi të pleqve, edhe në kryeqytet është një shtëpi tradicionale që ne kur kemi qenë fëmijë dhe kur kemi qenë të vegjël ajo ka funksionuar dhe nuk e di tash ndoshta janë shumuar shtëpitë e pleqve, por ajo që ka qenë shtëpia e vjetër e pleqve te lagja Pirinaz ka mbet këtu në kryeqytet, ende është dhe nuk ka nevojë për të tjera. Le thonë të drejten, edhe ato nëse ka mundësi dal nga dal me mbyll. Çka do të thotë kjo? Ata aty që janë të vjetrit, me i marr, me i akomodu në për shtëpitë e familjarëve të tyre. Dhe nuk është zgjidhje e problemit, por është futje në probleme nëse dikush e merr babën apo nënën edhe e çon në shtëpinë e pleqve. Ai nuk e ka zgjidh problemin, por në fakt ai veten e vet, familjen e vet, edhe prindët e vet i ka futur në një problem shtesë që është në familje. Në një shqetësim që duhet me shqetësua djalë apo vajzë, atë nip apo mbes që ka dërguar babën, nënën, gjyshin apo gjyshen nëpër ato shtëpia. Sepse kjo nuk është traditë islame, kjo nuk është traditë e popullit ton,
po flas për shqiptarët, por edhe muslimanëve të vendit tonë nuk është traditë që me i dërgue prindit e tyre në shtëpitë e pleqve. Me i dërgue ata të cilët për një kohë të gjatë, 40 apo 50 vite, kanë investu në neve, dhe ne jemi një investim kapital, dhe ne jemi ata që ja kemi prish atyre gjumin, që ja kemi prish qetësin, ja kemi prish rahatin, ja kemi prish ndoshta harmonin familjare, i kemi shqetësue, i kemi bo ata që të zgjohen herët më mëngjes shkojnë në përpuna, e të kthehen vonë nga punët e tyre fizike, të randa të asoj kohe, edhe tash krejt atë investim që kanë bo në neve, na kanë shkollua aq sa kanë pas mundësi, na kanë këshillue, na kanë mësue, na kanë udhëzue, aq sa kanë ditë ata, edhe që unë e konsideroj në mënyrë të shkëlqyeshme. Shumica e tyre e kanë kryer këtë detyrë, këtë obligim që kanë në raport me fëmijët e tyre, e tash para tërë asaj na me gjet hapësirë, me gjet vend edhe me i dërgue prindrit tonë atje në për shtëpitë e pleqve. Nuk ka qenë e kaluar rajon. Madje në këto shtëpi të pleqve, siç edhe përmendët më herët, kanë jetuar vetëm ata të cilët nuk kanë pasur trashëgimtar, nuk ka pasur realisht kusht të kujdeset për ta. Ndërsa tani shohim edhe rritjen e numrit të shtëpive të pleqve, por njëkohësisht edhe rritjen e numrit të pleqve që jetojnë në ato shtëpi. Çfarë komenti keni? Pse erdhi deri në këtë gjendje? Po fatkeqësisht kjo që po e thoni është realitet i kohës sonë, realitet i kësaj kohe bashkohore, dhe tash e faj nuk mund të adresohet vetëm në një vend. Faj do të thotë mund të adresohet në disa vende, por prapse fajin kryesor unë nuk mund të adresoj dikun tjetër përveç se tek këta të ri edhe të reja, të cilët nuk po gjejnë kohë edhe nuk po gjejnë hapësirë që me nda edhe me prindit e tyre apo me gjyshit e tyre. Unë nuk din shoqërinë tona ka dikush që s'ka trashëgimtar. Po ata mund të jenë të rrallë. Ata nuk jenë nuk po di sa përqind, nuk ka me përqindje, po 0 diçka përqind janë të atil. Po dhe ata nuk mund të them që s'kan dikon, se ata nëse s'kan djallë apo vajzë, ne pa po mbes, ata kanë djallë të motres, kanë djallë të tezës, apo të halës, apo e kanë dikon në trungun, në zinxhirin familjar e kanë dikon. Andaj, nuk lejohet na, edhe pse nuk janë prindrit tonë, që t'i lëm ata në shtëpinë e pleqve. Se asnjëherë nuk mund t'i ofrohet ajo ngrohtësia familjare në për shtëpitë e pleqve. Dhe tash, e para është mos pasja frikë ndaj Allahut xhaleshanu. Ai që se ka frikë Allahun, apo ai që se ka dronë Allahut xhaleshanu, ai mund e merr një hap të tillë, mund e bën një gjatë të tillë, por duhet me pas parasysh se kush investon këtë rrafshin, këtë drejtim, dhe rregullon terrenin për prindrit e vet, duhet me ditë se ai vet do të vjen një ditë atje në atë shtëpi. Dhe gjendjen aty nuk mund ta kuptoj askush përveç atyre që kanë mbetë në për ato shtëpi. Dhe ne nuk kemi nevojë për hapjen e këtyre shtëpive, po kemi nevojë për mbylljen e shtëpive të pleqve dhe marrjen e pleqve me akomoduar për shtëpitë tona. Se ata janë për një kohë të caktuar, një kohë të shkurtër. Andaj vetëm tregohet ai humaniteti, tregohet ai shpirti njerëzor, ka shqytyne, e ndoshta ajo është shumë kohë e shkurtër që ti me tregue vetveten se çfarë je para tyne. Tjetër prej shkaqeve që kanë ndikue, e para pra kur njerëzit nuk janë fetar, nuk ja kanë frikën Allahut, e bojnë këtë, e bojnë edhe let bile, nuk e kanë fort problem. Tjetra, hapja e kufive dhe ardha e kulturave të ndryshme në vendin ton ka bërë që të rit edhe të reja tona gjoja se në emër të kulturës, emancipimit, apo civilizimit, apo shkollimit të madh, ka bërë që ata të thonë se po dhe na përkujdesim atje, investojmë atje, paguajmë ku ta diune. Asnjëherë dora e huaj nuk mund ta kruan trupin që shekruan dora jote. Asnjëherë ajo përkujdesja që ofrohet të vjetër e pleqve dhe plakave në për shtëpitë e pleqve nuk është sikur përkujdesja që i ofrohet në për shtëpitë tona, sikur përkujdesja e familjarëve. Ka raste të rrolla që disa prind nuk e kanë kryer obligimin ka fëmijëve të tyre, pastaj kjo kthehet atyre. Do thotë mos investimin në fëmijë tash ka bërë që edhe fëmijët të mos investojnë në prindët e tyre, por sido që të jetë kjo, nëse dikush e thotë se është kulturë apo është civilizim, është kulturë e gjorë, është civilizim i shkret,
kjo me mendua që me i quë prindrit tonë në shtëpia të pleqve dhe të plakave. Hoq, ka raste kur sot prindrit nuk respektohen, nuk ka njerëzit sjelljet mirë me pleq në përgjithësi dhe jo vetëm kaq. Është një fakt hoq që vërtet vështirë kam ta them, dëgjojmë edhe për dhunën ndaj tyre. Çfarë komenti ke? Kjo është shumë tragjike, edhe ato që e dëgjoni ju, edhe ne e dëgjojmë se ne këtu po jetojmë këtë vend të vogël, edhe është realitet i hidhur që po na tregojnë edhe djemtë e rinj që po punojnë në polici, edhe ata të cilët po merren me këto raste po na i tregojnë nga një herë raste kur po bëhet dhunë familje. E zakonisht përpara dhunën familje është treguar dhuna e burrit ndaj gruas. Tash në këto 16 vitet e pas luftës është interesant, ka ardhur një zhvillim, një trend i ri, po dëgjojmë dhunë familje, po kur po ndërhyjnë organet e rënit, aty po bëhet dhunë ndaj burrit, gruaja po e sulmon burrin. E më e rënda që është tash kjo dhe më e reja, edhe inshallah ndalet, është që kur po intervenojnë organet e rënit, po raportor për dhunë familje, shihet aty se vajza e ka sulmuar nënën, apo djali e ka sulmuar babën, apo djali ka sulmuar të dy prindrit. Edhe kjo ndodh. Unë po e përcjell një mesazh të qartë. Le ta dinë të gjithë ata djemë dhe vajza, të cilët e ngrehin zërin, apo dorën, apo kamën ndaj prindërve të tyre. Ata nuk do të përfundojnë faqebarën këtë botë. Faqezin këtë botë, edhe faqezin botën tjetër. Çdo mëkat, çdo gjëna, Allahu xhaleshanuhu e shtyn, e vanon dënimin. Do të thotë nuk të jep më një herë dënimin. Bën një haram, runa zëtë dhe të madhë, e shtynë Allah, mos po pendohesh, pin alkohol, nuk dënan Allah më nërë, të len me u pendue, runa zëtë, han kamat, të len me u pendue, bën zinat, të len me u pendue, vjedh, të len me u pendue, ndështë ta pendohesh. Mirë po nëse runa zëtë, i sulmon prindrit, Allahu në këtë botë a jep dënimin. Une, pasë që po lidhet kjo me këto që jo për ngrehni këtë shqetësim, po e përmeni një rast, që e di do të thot nga burimet shumë mirë të informuara, para dikun 8 viteve apo 9 viteve, këtu në Kosovë, jo në kryeqytet, po një qytet tjetër të vogël, bile ka ndodhur në një fshat të një qyteti të vogël, në mëngjes bujqit të vjetër edhe 3 duke shku në për ara, në fush me punue, po e dëgjojnë tek fqinj të tyre një zhurëm. Edhe aty po del një grua e vjetër, edhe po i thirr po ato ko i shithet hajdi bre brenda se djali do me myt babën e vet. Edhe po ma tregojnë njerëzit aty të atij fshatit. Edhe kur kanë hyrë brenda e kishin pa djalin duke e sulmu me boksa babën, po e sulmon me boksa, po e rrej boksa, edhe i shpërgjak baba i vet. Djali nalt, baba poshtë. Edhe këta po e ngrehin djalin, thonë Zotit ma rrov, dil jashtë. Edhe po e largojnë. Edhe çka po tregojnë dëshmitarët aty. Po thonë baba u zgjue e i shpërgjak huna, i shpërgjak fytyra, edhe i tha, ah more bir, tha, në kanop përfundosh, pecitoj kështu në gjuhën popullore. As ma pak, as ma shumë, 2 javë ditë mas asaj ditës që ka ndodhur, rrahja e prindit, ky djali ka përfunduar tragjikisht në litar, në kanop, e ka varë veten. 2 javë ditë vetëm, 14 ditë kanë shkuar prej atij momenti. Andaj le ta dinë djemtë dhe vajzat që nëse bojnë një gjatë të tillë, një akt, është akti më makabër, akti më kriminal, akti më i rëndë që mund ta bëjë dikush, me i rarë una zot apo me shty nënën apo babën. Asë tim nuk mund ta kem. Nëse janë prindërit edhe jo besimtar, ata mund të jenë të krishterë, të drejtimit katolik apo ortodoks apo protestant, mund jenë edhe qifut, runa zot mund të jenë ateista, runa zot. Por çfarë do që t'jenë ata? Ata janë prindrit tonë. Dhe në asnjë rast, në asnjë rrethon, asnjë moment na nuk guxojna me cenu të drejtat e tyre, ose fizikisht me i prek ata. Na mundemi me kundërshtu kur ata janë besimtar, edhe na thojnë neve me bë diçka të keqe, na aty mundemi mos me bë atë të keqe, por jo me i sulmue fizikisht. Andaj duhet me pas parasysh. Edhe një rast e kam këtu në periferit kryeqytetit. Është interesant një ditë vere,
një besimtar këtu i Prishtinës duke shku në fshatin e tij me grua dhe me fëmijë, thot nga rruga asfaltuar ku po në livadh poshtat 3-4 djem ka sulmojnë babën e vet me çish më thon me armë të ftofta, me lopate, me tërfurke, me ku diun me çsi gjanash, po atë ngjajshme. Edhe thotë ku ndal makinën, edhe ku zbrit poshtë atë në livadh. Edhe thotë ku mbërtit aty në djemve. Thotë e goditshim babën e vet, dikush në kitonën, dikush në aton. Thotë edhe kanik. Thotë edhe baba i tendosën e i mërzitur, thotë po çon, thotë unë pi bërtas aty në djemve të tij, thotë mos ju bërtet. Thotë se e kom mbjell baba, po tregon në realitet, unë e kom mbjell këtë punë qysh, thotë kur kam qenë i ri, unë thotë kështu me lopata, me këto tërfurka nuk i kom godit babën, thotë po ka pak e kom shkun me dorë kështu dhe kom shtyn nga njëherë, kur më ka pengu mua. Thotë e tash thotë ai investimi që kom boj mrapsht, thotë mu ka rrit. Thotë edhe thotë po jashtë thotë një farforme, thotë se edhe unë e kom bo. Çfarë do të na jap neve kjo? Çfarë mësimi na jap neve kjo ngjarje në mësim të madh, që nëse ti pak investon për keq në prindet e tu, moje men mirë se fëmijët e tu kanë me investu shumë keq në ty. Pra ka me arë puna që në këtë botë me të këthyje. Andaj pra, dhuna ndaj prindve është akti ma brutal, akti ma kriminal, akti ma i ran i mundshëm që mund të ndodhë një shoqëri. Dhe ajo shoqëri që ka dhunë në familje, brenda familjes, në prindër, ajo shoqëri e ka të ardhmen e errët. Ajo shoqëri është në faliment me sipër, po unë nuk kisha me përgjithësu me thonë shoqëria jonë e ka këtë rrezikshmëri të skajshme. Shoqëria jonë ka shumë prej djemve të cilët jetojnë në diasporë me familjet e tyre, ndërkaq në vendlindje pra i kanë prindrit e vetmuar. Çka i porosisni ju këta djem? Po është vërtet që rrethonat të cilat kemi jetuar robëria shumë dekada që kemi qenë në pushtetin serboslav dhe dhuna sistematike që është ushtruar ndaj popullatës sonë ka bërë që një pjesë e madhe, mos them dikon afër 1 milion sot i kemi në për vendet europrendimore. Dhe ata kur kanë shkuar atje kanë shkuar me një qëllim që të ikun dhunës dhe represionit të papar që është bën popullatën tonë. Ose ata që kanë shkuar vitet e 60-70 kanë shkuar për ta rregulluar gjendjen e tyre ekonomike. Dhe këtë kanë shkuar për pak, po nuk janë kthy fare. Dhe i kanë lënë prindët e tyre. Tash çfarë do të bëhet? Prindët janë plak, se nuk janë ata tashmë sikur në vitet e 70, 80, 90, ata tash i kanë bërë 70, 80 apo 90 vite jetë dhe kanë mbet vetëm. E tash çysh me zgjidh këtë problem? Po këtu lehtë është, ose duhet të sigurohet viza edhe të mirën ata dhe të bëhet bashkimi familjar, e që në 90% të shteteve europrendimore një gjë e tillë është punë për punëve të lehta. Në raste ku nuk ka mundësi të bëhet një gjë e tillë, atëherë kanë mbet nana dhe baba vetëm, djemtë dhe vajzat jashtë, duhet me u kthye dikush me jetu me ta. Duhet me u kthy patjetër. Morë edhe nëse vjen deri te prishja e letrave, edhe prishja e punës atje që e kanë, humbja e punës të ngjashme, këta duhet me u kthye me jetue me prindrit, sepse kërku nuk shkruan se xheneti është pse ti ke një vizë apo një pasaport zvicran apo gjerman apo italian apo diçka të ngjashme. Mirë po shkruan citatet e qarta se xheneti i burrave është nën këmbët e prindve. Jo për me shku me punu me i lon prind vetëm, por edhe për me shku me bo luftë të shejt, kur e kërkon nevoja. Nuk lejohet pa lejen e prindve. Se ti s'mënesh me gëzu Zotin ati me shku me rashehit, a i ke lon prind me lët duke qajt, me lët në sy që shtet populli. Pra edhe do punë më të mëdha se sa punët fizike nëse shkojna me i bo, nuk lejohet pa lejen e prindve. E le mot i lom në prindrit të. Sepse nëse ne i lom këtu prindrit, ose ata që janë djemtë dhe vajzat në Evropë, i kanë lënë prind vetëm, s'kan për kujdese, ata le ta dinë, se këta kanë mbet këtu, e këtu na jemi popull bujar, na jemi popull human, na jemi popull solidar, ka mundësi edhe kujshit për kujdesen për ta. A mo djemtë e ty në vajzat e ty, ata kanë me lënë për metropolet evropiane, në për Züricha, apo në për Berlina, a në për qytete tjera, mos t'i përmeni me emën, kanë me met atje në për metropole evropiane, e atje s'për kujdes askush për ty. Askush se interesën. Bile ti mënesh me vdek, qysh ndodhen atje rastet, kur pleshtë edhe plakat vdesin, edhe shkon 2 ditë apo 3 ditë apo 4 ditë, derisa të fillon me dalë një farë ere prej banesës, edhe ta diktojnë fqinjët, s'intervenon askush.
E këtu të na jo, këtu të na e ke po kur mbetet dikush, o çaj asaj plakës pak diçka me hangër, në kaftjalla apo në dreka, shko këshira ka dru për dimen, se e kem një plakë që të një këjshike vetën se ka kërkon. Do thotë jemi popull shumë human, shumë solidar, e një gjatë tillë nuk është në përvendet evroprendime. Nga këndi tjetër hoqë, si duhet ta shfrytëzojnë fëmijët, qofshin edhe burra, ata asetin e madh të ahiretit, pra prindin e gjallë? Po, me të vërtet, ashtu shpëqoni ju aset, apo një dhunti, një begati e madhe është me i pas prindrit. Sepse kush i ka prindrit gjallë, e ka një pasuri të madhe që nëse e shfrytëzon, përfiton prej saj, edhe në jetën e kësaj bote, përfiton edhe në botën tjetër. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar se prindrit janë xheneti jon, nëse na përkujdesim ndaj tyre, edhe janë xhenemi jon nëse na nuk përkujdesim ndaj tyre. Andaj do të me pas secili parasysh se apo fiton xhenetin me prindrit apo përfiton xhenemin. Për ata njëri nga të parët ton të hershëm që kishte edhe dije, i këshillonte çdo herë nxënësat se të jenë të dërueshëm në fatkeqësinë sprova. Dhe një ditë prej ditësh këtij dietarit i vdes nana, edhe kur shkojnë nxënësit e tij edhe xhamati, edhe fëmijët atje në varrim, po shohin ai gjatë ceremonisë së varrimit ton kohën po çan, po i lagat fytyra, po i lagat mjekra. Edhe mas u shpërndan njerëzit, është sunet, është tradit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që na e kalon neve që masi të shpërndahen njerëzit me ul aty afër të vdekurit, me boda, me lut Zotin me nejt deri në fundna. Do të thotë me nejt një kohë pak më gjatë, sepse ka nevojë për datë, për lutjet tona i vdekuri. Dhe ai po rrin aty te varri i nanës edhe po çan, derisa lotët fillon me i pik edhe në tokë. Edhe i than ata, o hoxha jon, o mësuesi jon, o dietari jon, po pse tha ka shënë për përjeton këtë sprovë, sa ajo një lloj sprovë, një lloj fatkeqësie me të shku nana në botën tjetër. Tha unë e tha, nuk po mërzitem, tha, aq shumë për nanën time, po mërzitna shumë edhe për veten time, se tha se e pata nanën e kisha derën e xhenetit hapur. Tash nana vdiq, mu mbyll, edhe baba më ka vdek më herët, u mbyll dera e xhenetit. Se një derë prej dyrëve të xhenetit, e që është dera e mesme e xhenetit, është dera e bamirësisë ndaj prindve, për kujdeses ndaj prindve. Andaj pra, nëse i kemi ata në shtëpi, do të thotë non-stop kemi mundësi me përfitue edhe me shfrytëzu këtë derë dhe me hyrë në xhenet. Por në momentin kur ata të dy vdesin, atëherë kjo derë prej dyrëve të shumta, prej 8 dyrëve të xhenetit mbyllet, që do të thotë është për më mërzit se nuk e ki rastin, nuk e ki mundësinë me bëni punë të mirë. Pastaj nëse nuk zgjatem shumë, nuk ka punë më të mirë. Nuk ka punë më të mirë që i fshim punë tek këqija se sa bamirësia ndaj prindve. Tregohet në kohën e Ibn Abbasit, radhiyallahu anhuma, djali i Axhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njëri prej komentatorëve më të famshëm të Kur'anit, ishte duke i mbajt një ders nxënësave të tij në xhami. Dhe pas dersit erdhi një djalë i ri dhe i tha: "O Ibn Abbas, tha unë kam bërë një punë shumë të keqe." Tha: "Çka ke bë?" Tha: "Unë kam dashur një vajzë shumë." Edhe ajo tha: "Më ka dashur mua. Jemi fejue." Mirë po mas një kohë, tha, i hupi dashnia, tha edhe më la, unë ndam. Tha, aq shumë e kom dasht, që kalon do të thot dashnin zemrën tem, s'mujsha me përballu ndarjen me ta. Thot, kur mas një kohë, thot, dëgjova i shfeju me një tjetër. Thot, edhe mas ju feju, thot, i shmartu me ta, nuk mujta, thot, me përballu, thot, u dogja flak në zemër, s'mujta me përballu me tjetër, thot, edhe dole e mbyta. Thot, po qaj, po mërzitna, thot, çfarë akti tron, çfarë krimi kam bërë, thot, po mërzitna shumë, thot, s'po di çka me botash. I thot Ibn Abbasi, o djal, i ri, thot, e ki nanën gjallë, thot, jo nuk e kam. Atëherë, thot, ktheu, thot, në shtëpinë tane, mërzitu qishtu, thot, edhe pendo sinqerisht, edhe kërkoj falje shumë Allahut, bën istighfar, kërkoj falje Allahut, edhe bën punë të mira sa të mundesh, sepse Allahu ka thonë innal hasanata yudhhibna sayyi'at, sepse punët e mira i fshin veprat e këqija, punët e këqija. Dhe shkoi ky djali duke çajti mërzitën, se ndjekë keqardhë për aktin që kishte bë. Kur shkoi ky djali, njëri prej nxënësave të zellshëm, nxënësave të mençur, dëshiroi të përfitojë nga ky tregim. Edhe i tha: "O Ibn Abbas, o hoxha jon, o prisi jon,
ai tha tregoj që ka myta ishte dashurën, ti tha e pyetshe e ki nonën gjallë. Tha çka lidhen këto dyja njëra me tjetrën? Tha lidhen shumë. Pse? Tha se mendova cila është puna më e mirë që e don më shumë te Allahu, edhe që i fshin shumë ato të këqijat, më ranë mend që është bamirësia ndaj nanës. Edhe thash, mos e ka nanën gjallë, që të bën mirë ndaj saj, të bëhet bamirës ndaj saj, e të fshihet ai gjëna i madh, ai gjëna i rënd që kishte bë. Po tha masi nuk e pat nanën gjallë, atëherë këshillohet që të pendohet edhe të bën vepra të mira. Që do të thotë, kjo është një dhuratë e madhe me i pas prindrit në shtëpi. Edhe djemt edhe vajzat nuk duhet me u bë koprac, tahmaçar me prindrit e vet. E kur jep te kjo hoxh, është një fjali e njohur në popull ku thon pleqt janë si fëmija. A din gjeneratët e reja t'i gëzojnë pleqt apo prindërit në këtë rast me gjërat qofshin edhe të vogla që atyre u pëlqejnë, siç është dhurata e të ngjashme? Po, është interesant se prindrit e vjetër apo pleqt përgjithësi nuk po themi këtë për me nënçmuar, se edhe na inshallah nëse kemi jetë të gjatë do ta provojmë pleqërinë. Por e vërtet janë një farë forme sikur fëmija. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë se shumë lehtë gëzohen, por runa zot, nëse dojmë me hidhru edhe shumë lehtë hidhrohen. Andaj gjenerat e reja po e shfrytëzojnë. Disa e shfrytëzojnë, disa nuk e shfrytëzojnë. Ata që e din, e shfrytëzojnë, ata që e din vlerën, rëndësinë e prindve në familje, edhe pozitën e tyre e shfrytëzojnë. Ata që nuk e din duhet ta mësojnë, sepse shumë lehtë e gëzon babën edhe nanën. Qoftë edhe me një dhuratë vogël, një banane që kushton dikun 10-15 cent mi a dërgue, mi a dhon nanës e gëzon, apo një moll, apo një dardh, apo një qershi, apo një kumbull, apo diçka të ngjajshme. Çfarë do që ti qojsh e gëzon shumë. Me rëndësi është me shku ti mas pari, i disponum, i ëmbël, pastaj me i ëmbëlzu ata me diçka tjetër. Ama mas me rëndësi ti me qenë një herë i ëmbël në raport me ta, pastaj çfarë tu jepsh? Qoftë edhe 1 euro, 3 euro, 5 euro, mi a dhon i gëzon ata. Andaj këtu du ta bëjnë një vërejtje publike. Të na është bo shprehi interesant dyqysh, nuk e di kjo ka mbet kështu, e që fetarisht nuk është patjetër kështu me veprue, që çdo herë prindrit, për shembull baba dhe nana, ose njëri prej tyre që është gjallë, me i met vëllav të vogël. Edhe ato janë për shembull 6 vllazni, 7 vllazni, motra, ku ta diun ne, krejt rrin tash ti shlir, veç ai djali i vogël me prindrit. Edhe këta pastaj çka thon, po na jemi të ndam, i kanë rro prindët aty, po na do të me garue, me luftu një farfur me me mra prindrit. E po nuk po ka mundësi, se tash na nuk mundna me ndot copa prindrit, se ka familje që të gjithë insistojnë me i marr prindrit. Atë që është mja bo, unë e mendoj, mas mirë është që të gjithë me i marr nga pak. Po e zomë janë 5 vllazër. Vllavi i madh i merr 1 muaj ditë, edhe për kujdeset në mënyrën më të mirë të mundshme. Se 1 muaj është në pyetje. Pastaj shkoj 1 muaj te vllavi i dytë, i tretë, i katërt, i pestë. Që do të thotë 4 muaj, apo nëse janë 5 vllazë, 4 muaj pastaj ti nuk i ke prind. Atash 4 muaj mos më shku me vizitue, mos më i pa, mos më i çu kurrë, jo, ti më vizitues çdo ditë, nëse je afër, minimumi 1 herë në ditë me vizitu. Nëse je larg, shumë larg je, 1 herë në javë. Nëse je jashtë vendit, sa ma shpesh që të mundesh. 3 herë, 4 herë mrena vitit, 2 herë minimumi, mrena vitit me ardh, jo për shkak që më ka marrë malli veç për vend, po me të marrë malli edhe për prindit e tu. Po që je larg, nuk ke mundësi me ardh, ma shumë se 2 herë në vit, atëherë shpesh herë në telefon, tash nëpërmjet çtyne të arriturave bashkohore, çtyne mjeteve elektronike, po ke mundësi edhe me pa, në Viber ti po fol me ta, pelshon foton, po të shef ai ty pe shef edhe ti prindin tan. Andaj pra do të me pas kujdes. Mos me ik pe i prindve, po me i marr prindrit. Me i marr prindrit. Nëse nuk ka mundësi ti me i marr non stop, atëherë secili 3 vllazni, 4, 5, 2 sa janë, me rend me i marr, edhe me ia bën një dhomë. Te i madhin një dhomë, te i dytin një dhomë, te i tretin një dhomë, i katërt një dhomë, kështu me radhë. Edhe kështu pastaj edhe dashnia është më e madhe. Pastaj përfiton nga datë e tyne. Se nëse i ka veç vllavi i madh apo veç vllavi i vogël, këta të tjerë vllazni që janë mes, a këta hiç mos më përfitue? Thotë dikush po prindit bojnë do për të gjithë. Bojnë do për të gjithë, po më shumë ti për çata që i gëzojnë, për çata që kujdesen, për çata që shpenzojnë për ta. Andaj është mirë pra
Sikur para fëmijëve që nuk është mirë me shku me dorë në xhepa, po shkon me diçka, është mirë edhe para prindve me shku me diçka, por çu thash më herët para se gjithash me shku me disponim, me fytyrë të buzëqeshun, e jo i mrollur, e jo me vetë llotë ngrysura, sikur me kon i ramin bela. Edhe me lut Allahun xhallashanuhu që me i mëshiru ata edhe me i forcu sa janë të gjallë. Se Allahu na tregon në Kur'an, thot wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, dhe thuaj o Zoti im, mëshiroj ata dy qysh ata më mëshiruan apo qysh ata më edukuan mua kur isha në i vogël. Me këtë do ta përmbyllim pra emisionin e sotëm. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit juve, Allahu ju shpërblet, edhe Allah na mundsof me qenë bamirës ndaj prindve ton, prindit ton ata që kanë vdek, Allahu i mëshiroft, ata që janë të gjallë, Allahu i forcoft, e ata që janë të smur, Allahu i shëroft, edhe me ta në xhenetet e larta, Allahu na bashkoft. Amin. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda me Hoxhën Fadil Musliu, kushtuar kujdesit ndaj të moshuarve apo ndaj pleqve. Faleminderit që na ndoqët. Asalamu alaikum.